Shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar brenda një qendre tregtare të dëmtuar nga një tërmet i fortë që goditi juglindjen e Japonisë, ku mediat vendase raportojnë për humbje jete. Sipas tyre, shembja e godinës erdhi pas një shpërthimi. Epicendra e lëkundjeve pas goditjes sismike me magnitudë 7.1 ball, e cila la të plagosur disa persona dhe shkaktoi dëme materiale në ndërtesa, u regjistrua në provincën Kumamoto. Më herët, një paralajmërim për tsunami u tërhoq pasi u njoftua menjëherë pas lëkundjeve të forta, që sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë u regjistrua në një thellësi prej rreth 10 kilometrash. Tërmeti i fuqishëm shembi ndërtesa dhe shkaktoi zjarre në jugperëndim të Japonisë, bëri me dije kryeministria Sanae Takaichi, duke konfirmuar se ka edhe të plagosur, ndërsa transmetuesi publik NHK raportoi se 10 persona u dërguan në spital. Autoriteti i rregullimit bërthamor tha se nuk u regjistruan anomali të menjëhershme në termocentralet bërthamore në Japoni, ndërsa rreth 45.000 familje dhe objekte janë pa energji elektrike në rajonin e Kumamotos. Provinca japoneze është goditur nga 2 tërmete shkatërruese edhe në vitin 2016, ku humbën jetën mbi 270 persona dhe u plagosën mbi 2800 të tjerë. Japonia është një nga vendet me aktivitetin më të lartë sismik në botë, pasi ndodhet në majë të 4 pllakave kryesore tektonike përgjatë skajit perëndimor të unazës së zjarrit të paqësorit.